Gjatë 48 orëve të fundit, nëpërmjet pikës së kalimit kufitar të Kapshticës, kanë hyrë mbi 10.000 emigrantë shqiptar që jetojnë e punojnë në shtetin grek. Shumica prej tyre duke përfituar nga ditët pushim për të festuar festën e Pashkës afër familjarëve të tyre në atë dhe. Gjithmonë kështu. Këtu Pashkë. Tradit, po si këtu jemi afër në Prespim. Jo, mirë është, mirë. Jo, s'ka. Tash Irak do të ketë ndonjë makinë. Të kaloj mirë, ajo është. Po, vim gjithmonë për festat. Me familjen, me prindrit dhe kaloj mirë. Jo, tani kam 10 minuta që kam ardhur këtu. Gëzuar gjithë mirë atë. Kalofshë mirë. Te prindrit, ku tjetër? Te vendlindja tonë për Pashkë. Gjithmonë. Kur kemi pushim e vim, na merr malli për vendin tonë. Jo, nuk ishte ra. Shumë mirë ishte rruga, shumë mirë. Faleminderit dhe juve. Për të festuar Pashkët. Po, vit për vit. Jo, tash jo. Jo fare. Gjithashtu, faleminderit shumë. Në Shqipëri. Po kemi pendrit. Kemi tonë për Pashkë. Ja, i çik, andaj kaca. Në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës po punohet me 6 sportele në hyrje, njësoj po punohet edhe në pikën e kalimit kufitar në dalje, ku paraqitet fluksi i lartë, por pa shkaktuar radhë të gjata. Policia kufitare shqiptare ka komunikuar me homologët grek për rastet kur fluksi paraqitet më i lartë për të vijuar kalimin me procedurë të përshpejtuar për emigrantët që janë të pajisur me dokumenta greke.